Radio. Mirë mbrëma miq, erdhi e shtuna dhe jemi në Vitality Vibes në valët e Top Albania Radios me mua Ilvin, I cili nuk është vetëm, por është me një mjek që është miki imi prej shumë vitesh. Doktori ka qenë edhe herë tjetër në Vitality Vibes, por sot në fakt do vi me një tematik goxha inovative, edhe nga ato do na prezantoj një rast që janë të rralla në kirurgjinë shqiptare. Megjithatë, për gjithë ju që keni ardhur tani në valët e Top Albania Radios, unë ju them që me mua në studio është profesor doktor Arvin Dibra, shefi I kirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Përshëndetje dashur. Është fat që e kam doktorin sërish në studio. Doktor, më bëhet shumë qefi që e mirë, edhe që ke kaluar një sfidë goxha të vështirë në jetën tënde, por që më dukesh goxha në formë. Faleminderit, mirë se u gjeta. Është kënaqësi dhe të them të drejtën, është gjithmonë një moment I këndshëm që të vim të flasim bashkë në Do kemi raste të tjera se mjekësia dhe sidomos kirurgjia është e pafundme. Po si ka qenë kjo javë për ty? Java për mua ka qenë një javë e qetë, javë normale, e cila u bë pak rokamboleske sepse u mediatizua pak ky rasti për të cilin do flasim dhe përpasoj ka qenë një moment që kam frekuentuar këto studio televizive apo gazetarë që kanë ardhur me bënë intervistë. Patjetër, s'kishe si të mungohen në Top Albania Radio, doktor. Patjetër. Si duhet ta quajmë ne? Kirurgji bariatrike, operacione stomakut, se në fakt ajo që do flasim sot dhe që do i prezantojmë dëgjuesve është pikërisht operacioni stomakut me tendencë reduktimi obeziteti, ose thënë ndryshe kirurgjia bariatrike. Nuk e di nëse I përmbledh kjo. Kirurgjia bariatrike përmbledh termin e të gjitha atyre lloje ndërhyrjesh tentativa që janë bërë në këto 30 vitet e fundit pak a shumë, me qëllim që të ndihmohen pacientët që vuajnë nga obeziteti morbid, pra nga një tejpesh e cila fillon dhe ndikon në metabolizmin e pacientit dhe përpasoj ka nevojë të korrigjohet dhe kur nuk I dilet me metoda të tjera, duke filluar nga dietat, nga terapitë fizike dhe terapitë medikamentoze, atëherë në një farë mënyrë është e nevojshme të drejtohemi dhe të mendojmë edhe për kirurgjinë dhe alternativat e ndryshme të saj. DJ XXL thotë që kemi rregulluar ushqimin, thotë, kështu që nuk do shkojmë ke doktori, por në fakt meqense më the për obezitetin, si mbase domethënë nuk mund ta përkufizoni ju konkretisht, po që ti të vendosësh që ky pacienti duhet të përfitoj nga kjo kirurgjia, kur e konsideron ti këtë personin kaq shumë obez? Le të themi që një BMI mbi 30 fillon e bëhet pak problem dhe veçanërisht konsiderohet për kirurgji kur obeziteti ka filluar të ndikojë në cilësinë e jetës dhe në cilësinë e funksionit të sistemeve të ndryshme të organizmit pacientit, tek sistemi kardiovaskular, tek sistemi endokrin, tek sistemi renal, dhe përpasoj fillon e bëhet I nevojshëm një korrigjim në mënyrë që organizmi të mos vuaj. Ndarja, kufiri ndarjes është veçanërisht I pa mirë përcaktueshëm dhe delikat dhe përpasoj një mesazh që do duhet të jepnim është që nuk ndodh dhe nuk duhet të ndodh që zhytemi te kirurgjia sepse dikush është disi I shëndosh apo sepse nuk I pëlqen vetja estetikisht. Janë disa parametra të cilat duhet vlerësohen, janë disa tentativa që dështojnë në rrugë të tjera më pak traumatike se sa kirurgjia për të mbrit me konsideru kirurgjinë. Në një farë mënyre mjekët
e parë që duhet të shohë një pacient që mendon të vuajë nga obeziteti, me siguri nuk janë kirurgët, janë nutricionistët, janë dietologët, endokrinologët, dhe vetëm në qoftë se tentativa të mirëfillta të tilla dështojnë, atëherë orientimi drejt kirurgjisë mundet me kanë potencialisht i vlefshëm. Është vërtet që ju jeni nga ata mjek të cilët nuk e preferonin që quajmë kështu këtë kirurgjinë e stomakut si një formë estetike. Besoj, domethënë nuk hyni te ata mjekët që të dobësojmë trupin dhe të bëjmë një kirurgji stomakut. Por unë për shembull personalisht kam njohur njerëz të cilët e mbajnë mend veten e tyre që të vegjël të shëndosh ose obez. Dhe i vjen ndonjëherë shpirti më i humbës më doktor, thotë, kam gjithë jetën që jam kështu. Domethënë, a është një zgjidhje kirurgjia në këtë rast? Apo vazhdojnë duhet të tentojnë në pafundësi me dieta, unë mbaj mend njerëz që janë 15 vjeç obez dhe i gjej sot 40-45 vjeç po prap obez. Patjetër. Të them drejtën, unë fiks futem tek ai grupi mjekëve të cilët këshillojnë trajtime mjekësore nëse pacienti ka nevoja mjekësore. Nevojat estetike, veçanërisht kirurgjia, duhet me kenë plazhi i fundit për ta përkthyer nga shprehja italiane e orientimit të këtyre pacientëve, sepse kirurgjia, veçanërisht kirurgjia bariatrike invazive, ka disa potenciale komplikacionesh dhe fut organizmin e pacientit në një rreth vicioz i cili mundet me zgjidh problemin e peshës, por mundet edhe me gjeneru probleme të tjera, të cilat pastaj janë akoma më vështirë të zgjidhshme. Kështu që me siguri në këtë lloj vorbulle me hy për efekte estetike nuk e shoh të arsyeshme. Tani, në QSOT, ky rast i parë që ju keni bërë operacion, është një rast i cili është trajtuar obeziteti duke bërë një rezeksion stomakut, pra duke hequr një pjesë të stomakut. Po. Kur flasim për kirurgji bariatrike, alternativat e trajtimit janë të ndryshme. Ekzistojnë trajtime endoskopike, gjithsesi invazive me këto ballonet e gastrike, këto gjërat, siç ekzistojnë edhe mundësi të ndryshme të kirurgjisë, të cilat shkojnë nga reduktimi fizik i dhjamit të tepërt tek pacienti, tek ndërhyrjet e rezeksionit gastrik të tipit sleeve, siç është ky rasti për të cilin është për herë të parë në fakt bëhet në Shqipëri. Ekzistojnë alternativa të tjera që quhen bypasse gastrike dhe në një farë mënyre në varësi të nevojave të pacientit dhe të eksperiencës së kirurgut konsiderohen edhe në një farë mënyre të dëshirave dhe të disponibilitetit pacientit për të trajtuar një rrugë apo një rrugë tjetër, sepse siç po thonim edhe rezultati si çdo gjë në kirurgji nuk është absolutisht i garantuar. Pra, rezultati i pritshëm është në 1% mjaft të mirë të pacientëve, por nga ana tjetër, bashkë me rezultatin e pritshëm të dobësimit, munden me ardhë dhe vështirësi të tjera potenciale për të cilat pacienti duhet të jetë i mirë informuar, i mirë trajtuar dhe i mirë suportuar, aq sa që për të ndërtuar një ekip të kirurgjisë bariatrike në të vërtetë nuk mjafton kirurgu i zot, por duhet shoqëruar me endokrinologun, duhet shoqëruar me dietistin, duhet shoqëruar veçanërisht edhe me psikologun. Mirë doktor, të falenderoj për përgjigjen. Pak minuta publicitet dhe do rikthehemi sërish bashkë. Jemi sërish bashkë miq në Vitality Vibes në valët e Top Albania Radios. Me mua në studio profesor doktor Arvin Dibra, kirurg, shefi i shërbimit të kirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, teksa në pjesën e parë na tregoi për kirurgjinë bariatrike dhe sërish do të jemi në momentet e kirurgjisë për të arritur ato dobësime apo reduktime të obezitetit, gjithmonë duke operuar stomakun, rrezikshmëria e tyre, por për të gjithë ju dëgjues, doktor Arvini thotë që nuk duhet bërë kirurgji me do e mos
në formë estetike, por duhen vlerësuar goxha me rëndësi parametrat jetësor, trupor përpara se të vendosim që të kryejmë një ndërhyrje të tillë. Megjithatë, doktor, për mua është e rëndësishme po dhe për dëgjuesit që të dinë çfarë procesi bëni ju aty brenda barkut. Pra çfarë hiqni ke stomaku ju? Se ne themi pacientët thonë kështu. Shkova në Turqi se aty është masivizimi i gjithë këtyre gjërave dhe zvoglova stomakun. Po në fakt a zvoglohet stomaku si organ dhe çfarë përfitimesh ose çfarë komplikimesh ka? Patjetër, zvoglohet stomaku si organ dhe një nga mënyrat për të tentuar reduktimin e masës dhjamore tek pacientët obez është zvoglimi i stomakut. Qëllimi është në fakt goxha mekanik në kuptimin që reduktojmë volumin e organit dhe përpiqemi të ulim pragun e ngopjes pacientit. Çka do të thotë që nëse një pacient me një stomak ngopet me 2 pjata makarona, për shembull, apo me 1 kg biftek, duke reduktuar volumin e stomakut, atëherë do të përgjysmojmë apo do ulim akoma më tepër nivelin e ngopjes. Pacienti në një farë mënyrë organizmi jonë është i rregulluar në një mënyrë të tillë që kur kemi një masë të caktuar ushqimesh në stomak, vjen sensacioni i ngopjes dhe njeriu pushon së ngrëni. Në qoftë se stomakun e kena më të vogël, ky sensacioni i ngopjes vjen pak më përpara dhe përpasoj ulen hyrjet në këtë. Ky është një nga llojet e ndërhyrjes. Dhe kjo është, më fal, që ndërpres, kjo është kirurgjia që ju keni bërë në QSOT apo kjo është kirurgjia që kemi bërë dhe që quhet sleeve resection, është rezeksioni një pjese tangenciale të stomakut, i cili e ul volumin e stomakut diku në 1/3 e atij të mëparshëm. Është një nga ndërhyrjet që ka një trajt të pakthyeshme, në kuptimin që ajo pjesa që stomakut që reduktohet hiqet dhe stomaku ngelet ai që është, dhe pritshmëria është reduktimi i peshës së pacientit, e cila në një kohë, në një afat kohor disa vitesh funksionon shumë mirë, pastaj në varësi të pacientëve ekziston edhe mundësia të rizgjerimit të atij stomaku të mbetur dhe të një rikthimi të mbi peshës, por në përgjithësi është një ndërhyrje që jep rezultate të mira. Siç po thoni më përpara, ekzistojnë lloje të ndryshme ndërhyrjesh me qëllim dobësimi, ka nga ato që shkurtojnë trajektin e zorrës për të çuar ushqimin, jo të kaloj në të gjithë zorrën dhe të absorbohet, por të kaloj vetëm në një pjesë të zorrës duke shkurtuar traktin që absorbon ushqimet. Ekzistojnë mënyra akoma eksperimentale, por që ato që i bëjnë dhe i referojnë nëpër kongrese duket sikur kanë rezultate të mira, që nëpërmjet pozicionimit të disa protezave në murin e jashtëm të stomakut reduktohet volumi dhe arrihet pak a shumë rezultati i slivit. Është një fushë në një evolucion të vazhdueshëm, është një evolucion që ka disa 10 vjeçar që po ndodh veçanërisht në ato vende ku obeziteti është më frekuent se në vendin tonë, që është e vërteta, ne nuk kemi shumë obezitet. A nuk konsiderohemi popull obez? Nuk konsiderohemi popull obez krahasuar me Shtetet e Bashkuara, krahasuar me veriun e Europës. Por nga ana tjetër ka filluar të bëhet i nevojshëm dhe përpasoj edhe ne kemi filluar të angazhohemi dhe të konsiderojmë edhe këtë lloj trajtimi të pacientit. Unë kuptova që bërja një sleeve të stomakut nuk qen ka i përjetshëm. Pra, ky stomaku ynë le të themi në një lloj mënyre rizgjerohet. Mund edhe të zgjerohet. Shiko, është një, përmenda më përpara psikologun, është një situatë ekuilibri që duhet pacientit të gjej, dhe në qoftë se një pacient kalon 5-6 vjet me një lloj diete dhe me një lloj sasie ushqimi të ngrënë, presupozohet që të gjejë edhe një ekuilibër psikologjik dhe kur të kalojnë këto 5-6 vjet të vazhdojë të ushqehet me të njëjtat sasi, sepse në një farë mënyrë kupton fare mirë që mbijetohet edhe me sasi më të vogla ushqimi dhe jo me sasi gjigande të ushqyeri.
natyrisht në alternativën e pacientit që psikologjikisht nuk e kontrollon doturinë, por edhe me stomak të vogël, në vend që me ushqime të natyrale, merr kavanozin e çokokremit dhe fillon e ushqehet me të, natyrisht edhe rezultatet kanë me qenë më pak të dukshme. A mund të një pyetje për ju, a mund të ribëhet sërish e njëjta teknik pas disa vitesh nëse ky stomak le të themi zgjerohet? Jo, në përgjithësi është një teknikë që aplikohet një herë dhe pritshmëria është në herën e parë, nuk është diçka që mund të ritentohet në një farë mënyre. Duhet të evitojmë trajtimin e organizmit si një makinë e cila mund të shkojë të bëjë motorre të rikthehet, të bëjë pompën e naftës e pastaj të rikthehet edhe një herë me bë motorin për herë dytë gjëna të saj natyre, është pak më delikat. Doktor, cilat janë rrisjet e një kirurgjie të tillë? Shiko, rrisjet e një kirurgjie të tillë janë rrisjet e çdo kirurgjie madhore. Të heshësh një pjesë stomaku është një kirurgji madhore dhe përpasoj ka rrisje infeksioni, ka rrisje morbiditeti të lidhur me tromboza, me situata nga më të ndryshmet. Por veçanërisht kjo kirurgji ka ardhur duke marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm në momentin kur kirurgjia mini-invazive ka ardhur duke hyrë loj. Kirurgjia mini-invazive e ka bërë de facto të mundshëm zhvillimin e këtyre teknikave në pacientët obez që përndryshe do kishin nivele të stërmdha komplikimi. Përpasoj janë rrisje të pranueshme, natyrisht të llogaritura mirë me gjendjen e përgjithshme të pacientit, me funksionin e organizmit dhe në një farë mënyrë të peshuara në një ekuilibër të përshtatshëm. Kjo kirurgji që ju keni realizuar në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza konsiderohet si një risi sepse bëhet për herë të parë në vendin ton, apo është një risi sepse ne kemi futur një shërbim që i ofrohet pacientëve tashmë si një procedurë e zakonshme apo që do jetë një procedurë rutinore në qendrën tonë? Kjo risia qëndron pikërisht në këtë të fundit që thatë që tashmë është e mundur me bëjë një gjë të tillë edhe në spitale shtetërore. Në spitale private janë bërë kirurgji të tilla, ka kirurg shqiptar, ka kirurg të huaj të cilët vinë, bëjnë, aplikojnë këtë lloj kirurgjie, ndërkohë që risia qëndron pikërisht në faktin që ne jemi angazhuar, kemi krijuar mjetet dhe metodat dhe stafet të tilla që të mund ta ofrojmë edhe në një spital publik. Pikërisht sepse e konsiderojmë një smundje e cila është në shtim dhe të cilës sistemi shëndetësor publik shqiptar duhet me i bë. A nuk do ishte më mirë që ne në Qendrën Spitalore Universitare të kishim dhe një qendër e cila të trajtonte obezitetin si nëse mund ta quajmë kështu si një smundje apo si një patologji që prek popullatën dhe që patjetër anas kësaj ishte edhe kirurgjia. Po, nëse do kishim një njësi të dedikuar për këtë, me siguri do ishte më mirë. Por unë mendoj që në stadin aktual ne kryejm nëpërmjet një bashkëpunimi ndërmjet specialistësh të ndryshëm ato funksione që do kishte njësia. Me kalimin e kohës, me rritjen e numrit pacientëve, me siguri ka më ardhur një moment në të cilin t'i krijojmë një strukturë të dedikuar. Nuk jemi akoma në atë moment, por gjithsesi përpiqemi që shërbimi të jetë i plot multidisiplinar pavarësisht faktit që nuk ka një njësi të dedikuar. Njësi të tilla në shëndetësinë tonë do të duhet të ishin shumë, nga ana tjetër kapacitetet tona për momentin na lejojnë që të grupojmë grupe të ndryshme smundjesh të trajtuara për shembull nga ana kirurgjikale në klinikat e kirurgjisë përgjithshme. E ardhmja gradualisht ka me ardhur duke i nda edhe subspecialitetet e kirurgjisë. Doktor, sërish pak publicitet, rikthehemi pas pak. Rikthehemi në këtë pjesë të tretë të emisionit miq pa harruar me mua doktor Ervin Dibra, mjek kirurg, i cili po flet për kirurgjin bariatrike në Top Albania Radio. Pak më parë përmendët kirurgjin si një formë
e mirë e reduktimit të obezitetit duke reduktuar stomakun. Tani ka dhe disa teknika të tjera doktor që para se të vinte kirurgjia, unë e di edhe ju e dini patjetër që shumë njerëz kanë tentuar që të bëjnë manovra apo le të themi të marrin përsipër të bie nga pesha duke përdorur këto kateteret me tullumbac ose balloni. Balloni nga si. Dhe deri dikur shikoja edhe forma kështu të vendosë ballonit, sigur po bëjmë pak turizëm, vim në Shqipëri, vendosim çik të ballonin, apo ikim diku tjetër, vendosim ballonin dhe luftojmë obezitetin. Po në fakt si është vendosja e një balloni, pra çfarë është kjo procedura që ndiqet dhe që unë personalisht e kam konsideruar si një diçka kështu rutinore që thoja, ore, këtu tek ne paktën nuk e bëjnë specialistët. Pra, kam dëgjuar që deri diku edhe infermierët e bënin ulu pak, qëndro ulur, edhe kalon me këtë tubin dhe paritet të stomakut dhe u vendos balloni. Po, ka një nuk është eksaktësisht. Ka një domethënë më sero pak të punën e ballonit gastrik. Çfarë është balloni? A da bëhet më apo jo, se sikur s'po e dëgjoj më së bëhet. Është një strategji e cila mundet me u ndjek për me tentu me arrit një qëllim të ngjashëm me slivin nëpërmjet një procedure që është e përkohshme dhe e rikthyeshme. Në të vërtetë është një procedurë që ka një lloj invaziviteti, bëhet nëpërmjet endoskopisë, në përgjithësi e bëjnë mjekët endoskopistë të specializuar për këtë punë. Dhe në anestezi nga goja, pacientit i futet një ballon i cili mbushet me ujë dhe zë hapësirë në stomak. Duke zënë hapësirë në stomak, rrin atë uljen e pragut të ngopjes pacientit me permanencë nga 6 muaj deri në 1 vit në stomakun e pacientit. Është një procedurë e cila, duke qenë e rikthyeshme, është në një farë mënyre e preferueshme në raste të caktuara. Rezultatet janë në disa pacient mjaft të mira dhe mjaft spektakolare, ndërkohë që në pacient të tjerë ndodh që të mos jetë njëjti rezultat i pritshëm. Është një procedurë që si çdo procedurë mjekësore duhet me u marrë me seriozitetin e duhur. Duhet me u marrë dhe me u realizu pas këshillës së mjekut që trajton pacientin dhe veçanërisht ka nevojë edhe për një mirë informim të pacientit të gjithë problematikave që kjo procedurë gjeneron. Është një procedurë që në momentin kur vendoset balloni për rreth 2-3 javë pacienti ka një vuajtje goxha të madhe me këtë sensacionin e peshës në stomak, me të vjella, me siklete. Pastaj fillon ajo periudha e dobësimit derisa vjen një moment në të cilin balloni duhet hequr sepse potencialisht fillon e krijon komplikacione në varësi edhe të llojit të ballonit që vendoset, nuk mund të qëndrojë një lloj balloni më shumë se 6 muaj dhe lloji tjetër i ballonit ai afatgjati më shumë se sa 1 vit. Rihiqet po me një procedurë endoskopike dhe me një anestezi venoze. Është një ndër gjërat që konsiderohet dhe që aplikohet në botë dhe edhe këtu tek ne her pas here kur shihet e nevojshme. Balloni, përveç se këtyre komplikacioneve që ju thatë, pra që sensacioni sikur ka nauza, pra i vjen për të vjell, ka në një dëm tjetër që mund të sjellë organizmit, pra ne vendosim një trup të huaj aty brenda, po jep inflamacione të stomakut dhe në fakt pacienti kur vendos ballonin duhet të pi këto ilaçet për uljen e aciditetit të stomakut në mënyrë të vazhdueshme, jep disa malabsorbime, pra disa çekuilibrime të disa elektroliteve të disa substancave që ne kemi në organizëm dhe përpasoj duhet me u integru dhe me u kontrollu në një mënyrë periodike. Janë disa elemente të cilat duhen mbajtur në kontroll dhe duhen vërejtur. Ka një potencial të rrallë por gjithsesi të mundshëm që balloni të çahet brenda stomakut dhe përpasoj ai uji që futet brenda ballonit ngjyroset me një ngjyrë të caktuar që kur pacienti e shef që po del jashtë me një ngjyrë
të çuditshme, atëherë shkon vrap te mjeku se pastaj balloni mund të kalojë nëpër zorrë, mund të krijojë shqetësime të tipit të okluzione intestinale, gjëra të natyre, prap ka nevojë për një kujdes të specializuar. Pra ajo çfarë do ishte mirë ta përçojmë si mesazh tek pacientët është që nuk është një lojë, nuk është një gjë që futet aty dhe pastaj e nxjerr dhe pastaj mund ta bëj kushdo, por ka nevojë për një kujdes të vazhdueshëm gjatë gjithë asaj periudhe së muajve në të cilat pacienti mbart ballonin. Në momentet që balloni çahet, edhe pse ju përmendët që rastet janë të rralla, ekziston mundësia e daljes vet pa e kuptuar pacienti që ka pësuar një situatë të tillë. Pra mund të dalë me shqitjen ose në forma kështu nazesh apo është masë e madhe. Është një cop elastiku silikoni që është goxha voluminoz, kështu që nuk del dot pa e kuptuar që doli. Mirë, dakor. Po del edhe të shfryhet, dhe bëhet si qese, nuk e kam iden. Zakonisht të shfryerjet janë graduale dhe mbushet me blu metileni dhe ndërkohë gjëja e parë që vren pacienti është jashitja me ngjyrë blu. Dhe përpasoj duke parë jashitjen me ngjyrë blu, mjeku ja thot paraprakisht që po e vure re diçka të tillë, duhet të alarmohesh edhe të më kontaktosh edhe futemi. Ndërkohë që tendenca është për të shkuar drejt rrugëve të ushqimit dhe përpasoj për të shkuar drejt zorrëve. Në teori mund të dalë jashtë, por në praktik mundësia që të bëj ato që quhet bllokimi i zorrëve, okluzione intestinale është e lartë dhe përpasoj prandaj edhe duhet të ketë një tempizëm të shpejtë edhe në heqjen e ballonit kur mendohesh që është qartë. Nuk hyn tek le të themi procedurat e rrezikshme për shëndetin çarja e ballonit, apo duhet me do e mos që ne të kemi një emergjencë, duhet kemi një backup emergjence. Një backup emergjence për këtë trajtim. E kuptoj. Shumë pacient heqin ballonin dhe pastaj rishëndosh pas pak kohësh. Nuk po them që është mbase procedurë shpejt kjo marrja edhe një herë e masës, por me sa duket rezultatet duhet të jenë goxha të të gjitha këto teknikat më fort se sa me pengu shnoshen janë teknika që përpiqen me çu pacientin drejt një ekuilibri psikologjik të ndryshëm me ushqimin dhe përpasoj me e ambientu me sasina më të vogla ushqimi dhe me stabilizu në një peshë që është një peshë më afër ideales se sa ajo e obezitetit morbid që kishin më përpara. Të gjitha këto procedura munden me pas rezultat, munden edhe me pas një përqindje mos rezultati. Ekzistojnë edhe procedura kirurgjikale të cilat në një farë mënyre e garantojnë rezultatin, por nga ana tjetër janë të shoqëruara me një seri çrregullimesh metabolike që përpara se të mbërrish tek ato duhet të sigurohesh mirë që i ke konsumu alternativat e tjera dhe ke fiksu domosdoshmërinë e bërjes të ndonjë ndërhyrje të tillë. Kështu që si çdo gjë në mjekësi, çdo procedurë mbart me vete edhe rrezikun e komplikacioneve, mbart me vete edhe rrezikun e mos suksesit. Nuk e dia është e vërtet, mbase është pyetje shumë naive kjo që po e bëj tani, po kam dëgjuar shumë pacientë të cilët thonë e palosa stomakun. Është e njëjta gjë me sliv apo është teknik tjetër palosja e stomakut? Atëherë, palosja e stomakut në fakt është një teknik që lind jo për të trajtuar obezitetin, por lind për të trajtuar hernjet hiatale, për të trajtuar një sëmundje të stomakut, të lidhjes me stomakun dhe ezofagun që parashikon që stomaku të vi drejt gjoksit, dhe palosja e stomakut është eksaktësisht kjo. Ndërkohë që një ndër ato teknikat që po përmendja më përpara si teknika inovative është një procedurë që presupozon palosjen e stomakut mbi një protezë silikoni, duke kriju një qepje dhe një reduktim të volumit të stomakut. Këtë gjë unë kam parë që ta realizojnë disa kolegë të mi
jashtë vendit nuk kam dije që të ketë ndodhur diçka e tillë për obezitet në Shqipëri, por ndoshta ekziston edhe mundësia që të ketë filluar diçka e tillë. Për sa i përket kirurgjisë, është kirurgji e cila realizohet në teknik të hapur apo në teknik të mbyllur? Pra, domethënë, nga hyni ju për të bërë këtë prerjen e stomakut, eksportimin e mbetjeve apo le të themi të pjesëve që ju keni prerë, pra më trego pak disa element teknik të kësaj kirurgjie. Atëherë, në teori procedura mund të bëhet fare mirë e hapur. Çështja është që ti hapësh me një shenjë. Po, me një plag. Dhe për të realizuar në një pacient 130 kg, 140 kg, diçka e kësaj natyre, një kirurgji të hapur, trauma që i jep pacientit me kirurgji të hapur është veçanërisht e lartë, pacienti është veçanërisht i debult pikërisht nga obeziteti dhe përpasoj mundësia komplikacioneve është fort e madhe. Në të vërtet, me hyrjen e kirurgjisë mini-invazive, laparoskopike apo robotike, ka ardhur duke ushtuar edhe sasia e rasteve që trajtohen, pikërisht sepse sasia komplikacioneve që gjenerohen është më e vogël dhe siguria me të cilën ti futesh te pacienti me kirurgji mini-invazive është më e mirë. Dhe përpasoj ato ka teknika që nga ato 3-4 vrimat e vogla që janë diku te 1 cm, arrim nëpërmjet disa qeseve speciale, nëpërmjet copëzimit të pjesëve të hequra gjëra të kësaj natyre, që pa një plag të mirëfill, po vetëm me pak vrima, me telekamera dhe me mjete, të realizojmë operacionin dhe të afrojmë më tepër mundësitë e suksesit pacientit. Mirë doktor, do të shkojmë sërish në publicitet, do rikthehemi pas pak. U rikthyem sërish bashkë miq në këtë pjesë të fundit të Vitality Vibes, me mua në studio doktor Arvin Dibra, profesor, kirurg, shef i shërbimit të kirurgjisë në QSUT, pra Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Teknika inovative për reduktimin e obezitetit, ashtu sikurse doktori po shpjegon që nuk janë vetëm këto vrimat e vogla të cilët mund të bëjnë një modifikim të stomakut, por ka dhe teknika të tjera siç është edhe balloni me kateter. Doktor, në eksperiencën tuaj prej shumë vitesh si një kirurg, rezultatet më të mira ju i gjeni tek ata pacientë të cilët kanë përdorur ballonin apo tek ata të cilët kanë përdorur kirurgjinë? Pra, e di që mbase në logjikën tuaj të qenurit kirurg anon mund ta ndaj më mirë nga kirurgjia, qofsh e gabuar për këtë, po ju në eksperiencën tuaj, pra ato pacientë që keni parë, kanë qëndruar më mirë në ballon apo në më mirë në kirurgji? Pra. Le të themi që unë përpiqem të jemi ekuilibruar dhe të konsideroj të gjitha mënyrat që unë disponoj për të trajtuar pacientët dhe përpasoj nuk besoj të jem fort indikuar nga të qenurit kirurg në vlerësimin e gjërave. Me siguri me kirurgji përqindja e pacientëve që fitojnë rezultatin pra dobësohen është më e lartë se sa përqindja e pacientëve që këtë gjë e bëjnë nëpërmjet ballonit. Nga ana tjetër, unë mendoj që balloni është një element që duhet konsideruar pikërisht për faktin që është një situatë e rikthyeshme. Çka do të thotë që ka shanse të mira që pacienti të dobësohet dhe të arrijë një ekuilibër, duke mos bërë një ndërhyrje të pakthyeshme në organizmin e tij. Çdo procedurë kirurgjikale që ne bëjmë në një pacient me siguri i jep benefite pacientit dhe arrit mundësinë që të arrijë qëllimin për smundjen për cilën po trajtohet, por ndërkohë në shumë raste është një dardhë që ka ndonjë bisht më mrapa në sensin e malabsorbimeve, në sensin e mundësisë të komplikacioneve, pavarësisht se nuk janë të shumta përqindjet e komplikacioneve, por nuk shkojnë kurrë në zero. Dhe përpasoj është veçanërisht një fushë në të cilën duhet me ecë me ekuilibër dhe unë sugjeroj edhe asistentëve të mi që merren me këtë punë
që ekuilibri duhet jetë elementi bazë në vlerësimin e këtyre pacientëve. Janë më shumë pacientët të seksit femër apo meshkujt të cilët le të themi operohen më shumë nga nuk ka ndonjë dallim. Domethënë në përgjithësi konsideroni që tek kirurgjia jonë vijnë rastet ekstreme dhe përpasoj ka një ekuilibër mes dy sekseve. Nuk do të ndaja njërin nga tjetri. Pra, ne në përgjithësi kemi një shkollë mendimi që nuk konsiderojmë fort elementin estetik. Përpasoj aty te elementi estetik me siguri do afroheshin më shumë femra se sa meshkuj. Për ne fillojmë mendojmë kirurgji kur kena të bëjmë me një smundje. Jo me zbukurim. Kështu që patjetër që ardha e pacientëve në qendrën spitalore universitare për trajtuar obezitetin besoj konsiderohet si smundje më shumë se sa një formë me kirurgjisë estetike dhe mirëmbajtjes. A kemi ne statistika si popullat për sa i përket obezitetit, pra nga anon më shumë, nga cili seks anon më shumë? Jo, në të vërtet jemi pak të varfër në këto lloj statistikash, është një fushë të cilën duke konsideruar pak si e re, është edhe jo shumë e studiuar për sa i përket epidemiologjisë kësaj gjëje. Në gjykimin tuaj, në trajtimin kirurgjikal, jo në të formën estetike, do preferonit që pacientët t'i drejtohen në qendrë spitalore universitare, pra kemi ne si strukturë kapacitetin për të përballuar numra dhe numra të bërjes së kësaj kirurgjie, pra kemi stafe të trajnuar në këtë aspekt. Shiko, siç po thoni më përpara, ne nuk kemi një qendër të mirëfillt të obezitetit ku do duhet trajtoheshin këto pacientët. Përpasoj pacientët planifikim i drejtohen specialistëve mjek, i drejtohen dietologëve, i drejtohen endokrinologëve, kardiologët shpesh trajtojnë pacientë të kësaj natyre dhe kur obeziteti konsiderohet një problem i shoqëruar edhe me çrregullimet potenciale të këtyre pacientëve, është me siguri një pacient që futet në rrjetin e konsiderimit të terapive për dobësim, terapi që e përsëris janë me siguri të parat dietetike, të dytat medikamentoze dhe mandej vjen historia e endoskopive apo e kirurgjive të mirëfillta. Dhe përpasoj Nën Tereza është një spital i cili absorbon një masë jashtëzakonisht të madhe të patologjive mjekësore dhe kirurgjikale të vendit tonë. Kapaciteti për të absorbuar pacientë të kësaj natyre me siguri ekziston, nuk do ishte një shtim numrash i jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër është një rrugë në të cilën ne avash jemi duke shkelur dhe gradualisht do vim duke i bë vend edhe kësaj fete pacientësh të cilët kanë nevojë për trajtim. Doktor, një mesazh të fundit para se ta mbyllim. Çfarë duhet bëjmë që mos vim te kirurgjia? Mbyllim gojën. Me hëngër shnetshëm, me hëngër më pak, me bë sport. Mirë miq, ndoqët Vitality Vibes në Top Albania Radio. Me mua ishte sot doktor Arvin Dibra, shefi kirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare. Ju uroj të gjithëve një fundjavë të këndshme. Mos harroni shëndeti i pari, bashkë do ri dëgjohemi të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, natë e mirë dhe mirë dëgjofshim.